Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, me që jemi në muajin e shenjtë, muajin Ramazan, dhe se njeriu duhet të bën përpjekje maksimale që të afrohet te Zoti i Madhërisëm përmes punëve të mira, përmes namazit, sadakës, falënderimit, istikfarit. E kështu me radhë, unë sot qëllimisht e kam zgjedhur që të flas për një punë të mirë që duhet me bën njeriu në muajin Ramazan. Zakonisht këtë vepër, këtë cilësi, besimtari duhet me pas gjatë tërë jetës, me qenë falëndërues dhe mirënjohës ndaj Zotit të Madhërisëm. Sepse askush këtë dunjë nuk meriton të falënderojmë, të nënshtrohemi, të përkulemi, të mbështetemi përveç Zotit i Madhërisëm. Ndoshta në jetën e kësaj bote, çka do, kush do që të na bën mirë, mund t'ja kthejmë të mirën. Por ati i cili na ka kriju, na ka furnizu, na ka mbikëqyr dhe ka përgatitur shpërblim për neve, ne nuk mund t'i dalim hakësh kur edhe nëse jetojmë mia vjet në jetën e kësaj bote. Vëllezër të dashur, sikur prej ditës parë të lindjes e deri të kishmi ndru jetë me pasnajt në sejdë, nuk kishmi mujt me i dal hakësh Zotit të Madhërisëm, sepse ai meriton shumë. Prandaj njeriu në këtë dunjë duhet me qenë mirënjohës. Ai i cili nuk është mirënjohës ndaj Zotit të Madhërisëm, ai ka me shku te Zoti me një maksinë të madhe, me një diçka që se plotson askush. E din çka do me thonë me shku te Zoti dhe ti mos me qenë mirënjohës ndaj tij? E keni pa në jetën e kësaj bote, vëllezër, nëse diku i bëjmë mirë dhe ai nuk na falënderon ose sillet keq me neve, qysh jedhnohemi ne dhe të prekmi e kështu me radhë. E qysh do t'jetë gjendja atij njeriu i cili vjen në këtë dunjë, i shfrytëzon mirësitë e Zotit të Madhërisëm, edhe harron me falënderu Zotin e Madhërisëm. I shfrytëzon mirësitë e Zotit të Madhërisëm këtë dunjë, e ai nuk e falënderon me Zotin e Madhërisëm. Pra në këtë muaj të bekuar dhe gjatë tërë jetës, vëllezër, edukon e shpirtin ndërgjegjen me qenë falënderues ndaj Zotit të Madhërisëm. Njeriu e falënderon Zotin në mënyra të ndryshme. Zoti i Madhërisëm ka lënë rrugë dhe mënyra të shumta se si falënderohet Zoti i Madhërisëm. Ka fillu prej besimit, me besu se nuk ka Zot përveç tij që meriton të adhurohet. Pastaj mja fal namazin, me dhon zekatin, me shku në haxh, me bë vepra të mira, me bë istikfar, me ndihmu tjerëve, me qenë të kujdesshëm, me dasht halalin, mu distancu prej haramit. Këto rrugë janë në këto vepra dëshmojnë se ti je mirënjohës dhe falënderues ndaj Zotit të Madhërisëm. Vëllezër të dashur, keni pa kur ta lexojmë Kur'anin familjarët. Edhe si ta çelmi në faqen e parë, përveç Bismillahirrahmanirrahim, që themi në emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, të parën fjalë Zoti i Madhërisëm në Kur'an e ka nisë me fjalën Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falëndërimi i përjetshëm i takon Zotit të botrave. Pse Zoti i Madhërisëm e fillon shpalljen Kur'ani Kerimin me këtë fjali? Sepse i gjithdijshmi e din se njeriu mund me qenë mos mirënjohës ndaj Zotit. E ai e ka lavdru vetveten dhe ka falëndru vetveten sepse i takon madhëria dhe falënderimi. Edhe ka thonë Elhamdulillahi Rabbil Alamin, falënderimi përjetshëm i takon Allahut, Zotit e botrave. Pse Zotit e botrave? Sepse njeriu e njeh vetëm botën e vet, por ka harruar se miliona botra tjera ekzistojnë që njeriu si din. Veç sot të dashur vëllezër, shkenca i numëron mbi 7.5 milion specie.
që t'ja semnin si adin as kur si ke pa, që jetojnë në tokë, e tjera që jetojnë në deti, e ato që jetojnë në qiell, e që se din njeriu. Pra Allahu po thot, falëndërimi për jetëshëm i takon Zotit, e botrave, sepse të gjitha botrat në formën e vetë e adhurojnë Zotin e madhrishëm. Në mëngjes ku qohen të gjithë, preashtim njerëz gabimtar dhe e gjinët, shejtanët gabimtarët e të cilët nuk e falëndrojnë Zotin. Por ndryshe, kur qohen mëngjes se cila krijesë e falëndron Zotin e madhrishëm në mënyrën e vetë. Edhe zogjt kur dalin prej folesë, edhe peshqit në deti dhe krijesa tjera, edhe malet edhe kodrat që ka thënë Allah Azza wa Jall, e falenderojnë Allahun subhanahu wa taala. E njohin krijuesin e vet. Përjashtim njeriu, gabimtar, gjunaxhar, ai i cili ka shpërfill ligjet e Zotit madhreshëm dhe jeton jetën se botë duke mos qenë mirnjos dhe falendërues ndaj Zotit madhreshëm. Pra vëllezër e dashur, do të jemi mirnjos dhe falendërues ndaj Zotit. Allahu po thon në Kur'an, shumë pak njeriu është mirnjos ndaj Zotit madhreshëm. Jeton jetën e kësaj bote ku me ditë sa vjet, me krejt mirat që Allah ja ka dhënë, ai sa mirnjos ndaj Zotit. Prandaj e dashur rini, mos lejo me të ardhë pleqnia e ti mos me kryo obligime ndaj Zotit. Sepse ki mu pyet për Allahu xhelle wala për jetën tënde. Mos mendo që veç kur vjen pleqnia ki mu falë dhe kimi dal hapër Zotit. Se historia jote ka me fillu për lindjes, jo për pleqnisë. Ato vite të rinis, 50, 40, ku e disa që kanë shku, mos mendo që Zoti ka harru. Mos mendo që s'ka më të arani me lexu në fletorën e jetës tënde. Andaj me kohë orientof ka Zoti madhreshëm, bëu mirnjos dhe falendërues ndaj Zotit madhreshëm, krij obligime ndaj Zotit madhreshëm, jeto si besimtar, si rob i Zotit madhreshëm, e pastaj leje dunjan le të vjen çysh e ka caktuar Zoti madhreshëm. Sepse as unë nal rrotën e dunjas, as unë ndryshon. Ati e përgjegjet për fatin tanë nesër për Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra vëllezër e dashur, me qenë mirnjos ndaj Zotit madhreshëm është mirësi, është cilësi e njerëzve e besimtarëve të mirë. I vetmi që meriton në mënyrë të detyrueshme mu falendëru është Zoti madhreshëm. I vetmi falendërim që është i domosdoshëm, është vajib, është i pakontestueshëm, është falëndërimi që i bëhet Zotit madhreshëm, sepse me të vërtetë ai meriton shumë, meriton aq shumë sa që po të jetojmë në mia vjet, ne nuk do të mundemi që t'i dalim hakësh Zotit të madhreshëm. Ku e kemi fjalën të falëndërimit të dashur vëllezër. Zoti madhreshëm thot në Kur'an: "Washkuru lillah." O ju njerëz, bëuni mirnjos ndaj Zotit madhreshëm. In kuntum iyyahu ta'budun, nëse ju me të vërtetë e keni Zotin e madhreshëm. Bëu mirnjos sepse përmes mirnjohjes së Zotit madhreshëm do të vinë të mira në jetën e bote që ti nuk i mendon. Do të lumturohet jeta e pastaj do të bëhesh për njerëzve që edhe shijon jetën edhe merr argumentet jetës dhe rrugton te Zoti madhreshëm. Të dashur vëllezër, është transmetuar një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se në ditën e gjykimit, kur të presmi përfundimisht me marr izën një grup për në xhenet, fatlumt për në xhenet, dhe ata që e kanë dekapitulu fatin jetës tyre për në xhenem, por diku 50.000 vjet pritje për gjykim në një tokë të Arasatit që krijohet për të filluar gjykimi, e që është më e bardhë se sa bora, edhe a ditë s'ka as diell as han. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në pritje të tillë njerëzit do të privilegjohen prej Zotit madhreshëm bazë të veprave të tyre. Do të privilegjohen ata që kanë falë namazin prej thminis deri kur kanë shkuar në shtrat vdekjes me namaz.
do të privilegjohet, do të vjen dita që do t'ja shohin hajrin agjërimit ata të cilët kanë agjëru prej fëminisë deri kanë dalë prej kësaj bote me agjërim. Do t'ju vjen dita dhe do shpërblehen ata të cilët e kanë dhënë zeqatin prej momentit kur ja ka dhënë Zoti pasurinë. Edhe Zoti i Madhërisht do t'i flet deri te kur vjen te ata që kanë qenë falendërues ndaj Zotit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thret një zan dhe dëgjojnë të gjitha krijesat në ahiret. Dhe thot Allahu xhelle wala, le të ngriten në kam ata të cilët kanë qenë falendërues ndaj meje. Askush nuk merr guxim u çu përveç atyre që kanë qenë falendërues. Sepse në atë moment atë ditë është dita që nuk vlen më gënjeshtra. Në këtë dunja shpesh gënjejmë, edhe dojmë me i marë meritat e tjerëve, dojmë u krenu me punë tjerëve, gënjejmë se kemi ba këta dhe kemi ba ata, në realitet s'kena ba asë një vepër të mirë. E në ditën e gjykimit maskat e gënjeshtës binë. Askush nuk merr guxim ma, as ka të drejt, as mendje si shkon, as ka mundësi me thonë t'ja përvetsoj, t'ja marrë dikujnit mirë edhe të gënjej para njerëzve. Allahu thot le të ngriten kam falendëruesit. Në mënyrë automatike ngriten vetëm ata të cilët me të vërtet kanë qenë falendërues ndaj Zotit të Madhërisht. Vëllezër të dashur, a di çka do me thonë me qenë falendërues ndaj Zotit të Madhërisht? Me që jemi agjërueshëm dhe e kuptojmë mirë këtë çështje. Keni pa në jetën e kësaj bote gjërat më të shtrenjta dhe më të mira Zoti ka lënë fal. Ne thithmi oksigjen me qindra litra në ditë. Po ta kishte lënë Zoti i Madhërisht oksigjenin me pare, ish desh më ngarku shumë, me marë bocat me veti, a na kishin dalë, as na kishin dalë ditën. Ti e thith oksigjenin fal. Ti e shfryzon ujin e ki pa pare, më të shtrenjtin këtë dunja. Allahu thënë në Kur'an, ne kemi bërë që gjallësat të mvarën prej ujit, dhe s'ka gjallës që s'mvaret prej ujit. Ti e pen fal. Te ecin në men këtë dunja, toka në toka kret me ujë, fal. E sa ka rëndësi me qenë minjos ndaj Zotit. Kur po shkojmë iftar, edhe nga njerë ditën i shtohemi, para se me pi qatë gotë ujë, veç me ndohë vëllai dashur, kujt i e boshlen këtë dunja. Kush meriton të falendërohet? Kush meriton të përkulemi? Kush meriton të jemi të ndërgjegjshëm ndaj tij? Rabbul Alamin, ai cili ka furnizu me gjëra që ti fares shedit as mi menu. Pra han bukën që ka kriju Allah, e thith mi ajrin që ka kriju Zoti, pim ujin që ka kriju Zoti, ecim mbi tokën e Zotit, na stron qiellin që ka kriju Zoti. E kuj do të më dhanë faleminderit në për të mira. Për këtë arsye mos harro se një ditë Allahu xhelle wa ala do të na pyete për kafshatën e bukës. Nëse kemi qenë falendërues ndaj Zotit, kena më shpërbly edhe çat ushqim që e hami. E nëse s'kemi qenë falendërues ndaj Zotit, thjesht i kena përdorur të mirat e Zotit dhe na vjen momenti me llogari para Zotit. Vëllezër të dashur, është transmetu se Zoti i Madhërisht i pas ka thonë Musait a.s. I pas ka thonë Zoti Musait a.s. do të vjen një popull pas teje. Në krye me pejgamberin e fundit Muhammedin a.s. Edhe thot njerëzve të asaj kohe, thot kam ja fal gjunahet, edhe kam ja fshtu se vapët tu hang dhe tu pi. Musa tha o Zot, e qysh kim jashtu se vapët njerëzve tu hang dhe tu pi? Tha po. Tha se para se me hang dhe me pi, ata kanë me thonë Bismillah, me emrin e Allah për furnizona. E pastaj kur ti përfundojnë të mirat, thonë Elhamdulillah,
falënderimi të kanë Allahu që ma ka bërë rizk me jetu dhe me hangë mirat e ti. Vëllezërit e dashur, për mos më ta bën Allahu rizk, nuk mundesh me pi as një kafshat ujit, as një kafshat të bukës. Keni pasur sa njerëz të pasur janë në shtrat të vdekjes dhe i japin ujë me pika. Ai ka shumë nevojë me pi më shumë, po Allah ka në urdhë se ma nuk mund me pasti hise të dunja. Si ban dobi as parja, as pushteti, as kusht tjetër. Pra duhet me qenë mirë njës ndaj Zotit. E pasaj me qenë mirë njës edhe ndaj njerëzve. Vëllezër, në kohën tonë jemi qurudit në njerëzit. Fjallën mirë njohje dhe falënderim e kina haru. Po qështu ke kemi haru se ai cili haron Zotin mos pret më të falëndëru ty jo vda. Vallahi ai që s'është mirë njës ndaj Zotit, mos prit se ai nuk ka mundësi më të falëndëru ty. Ai kur e mohan Zotin e madhreshëm, kur nuk i shef të mirat e Allahut që janë pa kufi, po qysh ka me pa ai të mirën teme dhe të mirën tane? Kur si shet mëdhaja, që shko mi pa të voglat? Prandaj vëllezërit e dashur, këtë kohë të agjërimit, bëuni mirë njës ndaj Zotit e madhreshëm, përmisoni raportin me Zotin e madhreshëm, është muaj mëshirës, pendohuni për të kaluarën dhe ndryshon e qasën dhe Zotë më dhrishëm. Na në vend që t'jemi falenderues ndaj Tij, na dhe kur të ham dhe kur të pim dhe kur të shijojmë mirët e Zotit në formë fjalë të ndyta. Këtë gojën buke kemi të hangë dhe në shajmë në sofër. Te i këtu mund me shku çmenduria njerit. Haron se një urdhër për i naltit dhe ka fshata bukës janë fyt. E atje përfundon jetën. Bëhemi njës ndaj Zotit. Nga në fjalëve të këqija që i përdorit mirat. Sepse kime dalë para Allahut e në kanar kimu pyt. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një fjalë vetme do ta përmbys njërin nesër në xhenem. Lema fjalë të tjera. Pra të jemi mirënjohës ndaj Zotit, pastaj të jemi mirënjohës edhe ndaj njerëzve me cilët jetojmë në jetën e kësaj bote, sepse kjo është cilësi e besimtarit, është virtyt i besimtarit, është prej karakterit të njerëzve që kanë njoft Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ishin të dërguarit e Allahut ata të cilët ne dhanë shembull më të mirë të falënderimit ndaj Zotit dhe kërkim faljes ndaj Zotit të madhreshëm. Ishte Rasulullah i cili falte namaz natës dhe kërkonte falje Allahut azza wa jall. Dhe thoshte se unë në ditë i kërkoj falje Zotit mbi 100 herë dhe falenderoj Zotin për shumë të mirat që i kam dhe falënderimi ndaj Tij është i panumërt. Pra dashta me ndodh vëllezër të dashur këtë mesazh me juve, sepse po jetojmë me ditët më të mira të jetës, e ne duhet të jemi mirënjohës dhe falënderues ndaj Zotit, sepse nëse i falënderues ndaj Zotit, Zoti ka më të sjell lumturinë e jetë. Nëse e lip veç pasurinë, ta jep pasurinë po të mbyt me pasurinë. Sepse shumë njerëz këtë dunja e humbin këtë jetë përmes pasurisë. Se shijojnë jetën hiç. I ndëshkon Allahu me pasurinë. Pse? Sepse s'janë mirënjohës dhe falënderues ndaj Zotit. E ato që janë falënderues ndaj Zotit, Allahu çon bereqet në jetën e tyre, jetojnë të lumtur, e shijojnë jetën, sepse në këtë dunjë kemi ardhur dur në xhepa, kemi ardhur dur that, edhe dur that të dalmi prej kësaj bote dhe keni pas të dashur vëllezër dhe po e përfundoj që ndalohet me kep qefinin. Se qefini s'ka xhepa. Edhe penjt ndalohen. Edhe penjt e kësaj dunjaje s'kemi marrë, që s'ka vlerë penjt. Pse ndalohet me kep qefinin? Se s'ka xhepa. Ka që është kjo jetë. Ata që kanë jetu me Zotin, s'kanë që ka friksohen. Kanë me dalë për kësaj botet mërzitshme, me lene Zotin e xhennet. E ata që kanë jetu në këtë dunja kokën lartë, me ignorancë të pakufishme, duke mos e njoh Zotin, ata le t'ja bojnë qarën vetës. Ne s'kem shka i bojmë atyre, e as ata s'kanë shka në bojnë neve. Aje ka pas kartën e jetës, e ka shvizu,
Ne e kemi kartën e jetës që kemi shfrytzu, çka thon Allah dhe me shkutën e Zotit Madhreshëm. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. El-Fatiha. Esti përpara me kohë.